U ndoqën gjithsej 50.121 procedime që përbën një rritje prej 5.35% në krahasim me 2024, nga të cilët 27.077 janë procedime penale të regjistruara. Kjo një rritje prej 8.5% në krahasim me 2024, 22.860 procedime të mbartura, me një rritje prej 1.87%, dhe 184 janë procedime penale të rifilluara. Ndërkohë është vendosur mos fillimi për 16.276 referime dhe kallëzime penale që përbën një rritje prej gati 20% në krahasim me 2024. Numri më të madh procedimeve rezulton ta ketë pasur Prokuroria e Tiranës me 36.62% të procedimeve, më pas vijojnë Durrësi 9.5%, Korça, Shkodra dhe Fieri rreth 7% dhe Vlora, dhe më pak procedime rezultojnë Kuksi dhe Dibra në 2.45 dhe 2.38% të totalit. Sa i përket koeficientit të kriminalitetit për procedimet e regjistruara për 100.000 banor, në vitin 2025 është 1.145, ndërsa në 2024 ky koeficient ka qenë 1.037. Raporti mes krimeve dhe kundërvajtjeve penale bazuar në këto statistika rezulton se 76% e procedime penale janë i përkasin krimeve dhe 24% i përkasin kundërvajtjeve. Në lidhje me raportin e grup veprave me numrin total të procedimeve dhe tendencave të kriminalitetit, ndër grupet veprat penale me numrin më të lartë të procedimeve të regjistruara nga ana e prokurorisë janë veprat penale kundër rendit dhe sigurisë publike me 33% të numrit përgjithshëm të procedimeve, me një rritje prej 13% krahasuar me 2024. Në vijim, vjedhja e pasurisë përbën 21% të numrit përgjithshëm të procedimeve të regjistruara me një ulje rreth 2%. Veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes përbëjnë 7%, por edhe këto me një rritje 2%. Veprat penale që cënojnë regjimin juridik të tokës përbëjnë 8% dhe kanë pësuar një rritje prej 51%. Veprat penale kundër shkatërrimit të pronës përbëjnë 3% dhe kanë pësuar një ulje prej 12%. Veprat penale kundër shëndetit të kryera me dashe përbëjnë 3% të numrit total dhe kanë pësuar një rritje prej 5%.